shumë gjëra ne i kemi në dorë, por edhe shumë gjëra janë të përcaktuara. Dhe mendoj që ato gjërat e përcaktuara nuk janë që unë të rri në karrige për shembull dhe të them, tani Zoti ka përcaktuar që do mbushet banka ime me para. No, Apo jo, të vi ai njeri që do më doj pa kushte mua. të harrojeni. Po keq kuptojnë njerëzit, duhet t'ua shpjegojmë që ato gjërat e përcaktuara janë kur ti je në një moment që do zgjedhësh, të ndjekësh rrugën tënde të shpirtit apo të vazhdosh në këtë hipnozën kolektive, vjen një shenjë dhe të thotë, shiko, zgjohu. Dhe kjo është e shkruar, shenjat që ne marrim, udhëzimet që ne marrim. Për mua çdo person i cili ka nisur rrugtimin e tij personal, rrugtimin e tij shpirtëror, është sikur t'i ketë hyrë trenit për të shkuar në atë destinacion të ri. Pra, nëse një person që po na dëgjon, po sheh podcastin ton, ka bërë një nga trajnimet e tua, një nga trajnimet e mia, ka marrë pjesë në një summit, ka dëgjuar, ka lexuar diçka, është sikur ka vënë këmbën në këtë tren që po niset drejt një bote të re. Në momenti që dikush hipën në atë tren, ai tren mund të ndalojë në shumë stacione. Mund të jetë një ndalesë në atë stacionin e gjykimit të kolektivit, pra kolektivi mund të ta gjykojë vazhdimisht që ka hipur në atë tren. Dhe ai ndoshta nga presioni i madh psikologjik vendos që të zbreste ai stacion. Treni do vazhdoi do eci. Ai ndoshta te vagoni i fundit vendos sërish të hipi prap. Do të thënë ta kapi momentin e fundit se e kupton që ai gjykimi nuk është se ka ndonjë ndikim vërtet, por ka njerëz të cilët nuk zbresin te ai stacion dhe ja kursejnë vetes këtë ngadalësi le ta quajmë apo vonesë në të shkuarit në tokën e re në New Earth.